Formimi i qeverisë së re që në përfundimin e zgjedhjeve të publikimit rezultateve është një nga synimet kryesore tani për vendin tonë. Mirë po së fundi mori vëmendje kërkesa e deputetes së zgjedhur Duda Baljes ndaj kryeministrit Albin Kurti. Balje ka mbajtur takimin e parë me kryeministrin në detyrë Albin Kurti për bisedime rreth formimit të qeverisë. Balje tha se Kurtit ja ka prezantuar kushtet e saj në këmbim të votës dhe tha se nuk ka marrë konfirmimin nga Kurti nëse ato do të plotësohen dhe se rrjetimisht as nuk ka dhënë konfirmim për votimin e qeverisë. Ne kemi pas takimin e parë, unë dola para kryeministrit me kërkesat që ne si bosnjak kemi. Nuk kemi marrë asnjë konfirmim dhe nuk kemi dhënë asnjë konfirmim. Tash për tash jemi në fazën e bisedimeve, s'ka asgjë konkrete. Balje tha se kërkesat e saj janë komuna bosnjakëve reforma në arsim trajtimi i barabartë për krejt deputetët që kanë një vot brenda kuvendit. Takimin e radhës nuk e kemi caktuar ende. Balje tha se ka mbetur që edhe nga ana e Kurtit të mendojë dhe më pas të kthejë përgjigje. Gjithashtu deputetja Balje tha se nuk e di me siguri nëse do të votojë për zgjedhjen e kryeparlamentarit më 15 prill pa e marrë sigurinë se do t'i plotësohen kërkesat. E për këtë çështje ka folur njohësit, duke mos e parë të arsyeshme këtë kërkesë të Baljes. Në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot ka folur analisti politik Hidayet Ahmeti. Ai thotë se është normale që Balje të bëjë këto kërkesa pasi përfaqëson interesat e komunitetit të saj, mirë po që duhet të jenë brenda mundësive kushtetuese dhe ligjore. Sipas tij, pazaret politike nuk duhet të dëmtojnë interesat e përgjithshme. Është e natyrshme që të ketë kërkesa pasi Duda Balje përfaqëson interesat e komunitetit të saj, por kërkesat duhet të jenë racionale dhe brenda mundësive kushtetuese dhe ligjore. Standardi për komunat me baza etnike është krijuar nga pakoja e Atisarit, edhe pse në thelb mund të konsiderohet si një politikë diskriminuese. Pazaret politike nuk duhet të dëmtojnë interesat e përgjithshme ashtu siç nuk duhet të dëmtojnë buxhetin e të gjithë taksapaguesve, u shpreh ai. Mëtej analisti thotë që çdo koalicion politik duhet të ketë në fokus interesin publik të gjithë qytetarëve dhe jo të shikohen interesat e partive politike. Koalicionet politike duhet të kenë në fokus interesin publik të gjithë qytetarëve pa dallim të jo interesat e një komuniteti të vetëm. Qeveritë që formohen nga koalicionet politike duhet të zhvishen nga interesat e partive politike, pasi logjika e qeverive në të kaluarën ka dëshmuar se kjo mund të çojë në dëm të interesit publik, foli analisti Ahmeti për Bota Sot. Ndërsa juristi Blerim Burjani në një bashkëbisedim thotë që Kurti po hyn në një zonë të rrezikshme pasi organizimi i shtetit po bëhet me kushte politike. Gjithashtu ai thotë që në një kohë të ardhshme këto komuna etnike mund të shndrohen përfundimisht në kantone si në Zvicër. Këto janë kërkesa, por gjithashtu shantazh. Kurti po hyn në një zonë të rrezikshme ku organizimi i shtetit bëhet me kushte politike. Ndjekja e rrugës së planit për decentralizimin komunal etnik që në Kosovë lejuan komunat etnike, tani po tregon sa rrezikshme është ideja e komunave etnike ose kantoneve etnike. Në një kohë të ardhshme, këto komuna etnike mund të shndrohen përfundimisht në kantone si në Zvicër, thotë juristi. Në fund ai nënvizojnë që këto kërkesa nuk janë të thjeshta dhe nëse krijohet një asociacion etnik serb, atëherë mund të lindin dhe asociacione të tjera. Mirë po që Kurti nuk do të lejojë asnjë variant të tillë. Pra, këto kërkesa nuk janë të thjeshta, por prekin kushtetutën e shtetit. Nëse krijohet një asociacion etnik serb, atëherë mund të lindin dhe asociacione të tjera për komunat etnike, ku kërkesa për organizimin komunal do të bëjnë gjithnjë më të përparura nga shteti unitar. Unë besoj se Kurti nuk do të lejojë asnjë variant të tillë, pasi ka pasoja të mëdha për organizimin unitar të shtetit. Ai nuk do të pranojë, as do të lejojë shantazhe të tilla nga minoritetet etnike, përfundoi juristi Burjani.